Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë në historitë tonë nga jeta dhe rrëfimin ne ka sjellur shkurta. Fenomene të këtilla historikisht kanë ekzistuar në familjet shqiptare, nëse kalojmë te këto vitet më të hershme, kanë qenë çik burrat si më diktatorial në familjet e tyre, ndërsa nëse kalojmë tani te këto të rinjt janë problematikat ekonomike që në fakt i sjellin problemet e fenomenit të këtill, sepse do flasim për një fenomen shumë të dhimbshëm, një histori shumë të ndjeshme. Por kjo goca që ka shkruar këtë historinë, unë dua ta falenderoj publikisht, është shkurta, tregon një histori shumë të dhimbshme. Letra fillon kështu. Jam shkurta dhe kjo është historia ime. Jo një rrëfim i thjesht, por një dhimbje që më dogji mishin e më griu shpirtin për vite me radhë. Ishte viti 2006, kur e takova për herë të parë. Është bukur, qeshte bukur, liste ëmbël dhe më mbulonte me premtime. Më dukej sikur Zoti ma kishte sjell në jetë për të më shpëtuar nga varfëria dhe vetmia. U martuam shpejt, pa u menduar shumë. Nuk isha më e re në moshë dhe ndjeva që ishte koha të krijoja një familje, por nuk e dija. Nuk e imagjinoja kurrë po hyja në një ferë që do të më përpinte çdo ditë. Fillimet ishin të qeta dhe tepër të ëmbla, por pas disa muajsh nisi të ndryshonte. Filloi me vonesa në shtëpi, me shpenzime të çuditshme, me justifikime boshe, më vonë zbulova se pinte, jo vetëm një gotë, por shumë. Dehej, sillte erë alkoholi, hyente e fliste pa kontroll. Ditën që e gjeta duke luajtur bixhoz, më ra bota përmbys. Kishte humbur gjysmën e rrogës në letra e në aparate. Kur u përballa, më shtyu fort në mur dhe më tha, mos më fol ti për paratë mia. Aty ndjeva për herë të parë frikën dhe ajo frikë nuk më la më për vite. Çdo natë kthehej vonë i dehur, më shante, më përçmonte, më rihte. Pash me sytë e mi si një burr mund të bëhet kafsh, si një bashkëshort mund të shkatërroj çdo ndjesi dashurie. Kam qëndruar net të tëra pa gjumë, me lot që nuk pushonin, me plak që nuk i shihte askush sepse turpërohesha t'i tregoja. Nëna ime e dashur, ajo që më qëndronte pranë e vuante gjithçka bashkë me mua. Sa herë vinte të më takonte, përpiqej të më mbushte me guxim, duke më thënë, "Bi, lutu te Zoti se nuk të ka harruar." Por ajo as që s'mund ta duronte më. Kur u sëmur rënd nga zemra, burim sërish nuk ndaloi. Madje, kur nëna ishte në shtrat, duke marrë frymën e fundit, ai erdhi i dehur në spital dhe më tha me zë të lartë, "Mos bëni sikur po vdes mbretresha." Ajo vetëm uli kokën dhe tha, "O Zot, pse e le vajzën time në këto duar?" Kur ajo vdiq, ditën e varimit ai erdhi sërish i dehur. Isha me lot në sy mbi varin e nënës ime. Ai më tërhoqi nga krau dhe më goditi përpara të gjithëve. As vari nënës nuk i solli respekt. U përplasa në tokë me zërin që më mbytej nga dhimbja, me turpin që më mbulonte të gjithë trupin. Asnjë nuk e ndali. Heshja të afërmve më vrau më shumë se grushtat e tij. Kalova dhe vite të tjera në atë shtëpi dhe që nuk kishte më shtëpi, por një burg ku nuk kishte dritare, as ajër e as shpresë. Çdo gjë që kisha dashur, çdo ëndër që kisha pasur për dashurinë, për familjen, për jetën normale ishte shkelur, djegur e varosur. U përpoqja të largohem disa herë. Ai më kërkonte me njerëz, më gjente dhe më kërcënonte. Por një ditë, pas një nate, të meri, ku më la gjysmë të pajet për shkak të bixhozit që kishte humbur dhe alkooli që kishte pirë, u betova se kjo do t'ishte më hera e fundit. Mora çantën time të vogël, fsheu razi, dola nga shtëpia kur ai ishte ende i dehur dhe ika. Ika si një e burgosur që thyen prangat. Fillova nga zero.
me ndihmën e një shoqe që më priti për muaj të tërë. Më pas fillova të pastroj shtëpi, të kujdesem për të moshuar çdo punë të ndershme që më vinte përdore. Por për herë të parë bëja pa uraur, pa u fyer, pa pasur frikë. Sot, pas shumë vitesh, ende kam plak. Jo vetëm në trup, por edhe në shpirt. Kam ne që zgjohem duke bërtitur nga makthet. Kam frikë kur dëgjoj zhurma të forta. Ende i flas në nësime në varë dhe i kërkoj ndjes që s'isha më e fortë sa ishte gjallë. Por jam këtu. Jam gjallë dhe kjo është një super fitore e madhe. Nuk e tregoj këtë histori për të më mëshiruar dikush. E tregoj sepse dikush tjetër është aty ku isha unë. Sepse një grua diku po qanë në heshtje, po duron, po lutet që burri i saj të ndryshoj. E vërteta është, ata nuk ndryshojnë. Dhuna nuk është dashuri, alkooli dhe bixhozi nuk janë dobësi, janë shkatërim. Dhe nëse je duke e dëgjuar këtë video dhe je në errësirë, dije se drita ekziston. Duhet vetëm të gjesh forcën që ta kërkosh. Unë jam shkurta, kam qenë një grua e dhunuar, e poshtëruar, e përbuzur. Por sot jam një grua që e di vlerën e vetes dhe këtë nuk ma heq me askush. Ka ditë kur ec rrugëve dhe shoh gra me burra pranë që qeshin, që mbajnë dorën e njëra tjetrës me butësi. Më mbushin syt me lot jo nga xhelozia, por nga plagët e mia që nuk janë shëruar ende. Nuk është e lehtë të jetosh me kujtimin në çdo fyerje, çdo natë me grushta, çdo herë që trupi yt bëhej shënjestër për inatin, për humbjet e tij në bixhoz, për varësinë e tij nga alkooli, i cili nuk ishte burr. Ishte një dënim që e mbaja mbi supe pa e merituar. Më e dhimbshmja nga të gjitha ishte se më ndryshoi si njeri. Më bëri të mos besoj më tek njerëzit, të mos kem më besim tek burrat, të dridhem kur dikush ngre zërin, edhe sot kur një burr flet me zë pak më të lartë, instinktivisht tërhiqem prapa. Si një kafshë që është mësuar të goditet dhe pret goditjen edhe kur askush se ka me qëllim. Kjo është trashëgimia që më la e burr, frika, pasiguria dhe vetmia. Por Zoti nuk fle. Ai më pa, ai më nxori nga ajo humner ku isha fundosur dhe besoj se edhe në errësirën më të thellë ka një rrugdalje. Një dritë që pret vetëm një hap të vogël për ta ndezur. Nuk ka qenë e lehtë, por sot jetoj me paqe. Nuk kam luks, nuk kam pasuri, por kam qetësinë që nuk kisha asnjëherë në martesë, qetësinë për të fjetur pa u dridhur, për të menduar pa u trembur. Në fund dua t'i flas çdo gruaje që po vuan. Mos prit të respektoj një njeri që se diti çfarë është dashuria. Mos mendo se durimi yt do ta ndryshojë një zemër që ka zgjedhur të shkatroj. Ik për shpirtin tënd, për nënën që të rriti, për vajzat e gratë që të shohin. Ti meriton më shumë dhe si unë ti do të ringjallesh, sepse gruaja është e forcë. Edhe e përgjakur, ajo ka fuqinë të ndërtojë një mal.